Këtu nuk është në pyetje se cili jep këto premtime, këtu është pyetje se kush mundet me realizu. Aleanca është ka vjen me një model komplet të ri dhe alternativë qeverisëse. Të gjitha ato që u thonë sa i përket segmenteve të autoudhëve në Kosovë, ju e dini se Ramush Haradinaj ka qenë ai që i ka prinjë gjitha këtyre projekteve dhe padyshim se ne do të investojmë dhe do të përfundojmë punimet të cilat janë nisë më përpara siç autostrada e Gjilonit. Gjithashtu hyrja dhe dalja në Ngërlicë, edhe ajo ka qenë e buxhetuar prej Ramush Haradinajt, qeverisë Haradinaj, edhe ajo do të përfundoj sepse atë pak hyrje që e kanë bën jashtë standardeve evropiane sepse ajo është korridor evropian dhe ato kanë standarde të veçanta. Kështu që të gjitha segmentet rrugore që kanë mbet pa përfunduar, përfshirë Gjakovës e Mitrovicës e tjerë do të përfundohen. Këtu nuk është në pyetje se cili jep këto premtime, këtu është pyetje se kush mundet me realizu. Dhe ata që sot mundin me realizu, janë ata që i kanë nisë ato punë, edhe jemi të besimit plot që Ardian Xhini, i cili është i përmend si njeri i punëve të kryera, ai do t'i realizoj dhe ka mundësinë me realizu. Kështu që aleanca zotohet sot dhe menjëherë për këto investime. Gjithashtu duhet të përmend një segment të cilin e kanë bërë me pompozitet këtë ditëve të fundit, po është zotim i 2022-s, mi po videot kam e publiku, kur Ramush Haradinaj zotohet për hekurudhën Prizren Gjilan, Kamenicë. Kështu që ajo është zotimi yni, është projekti yni, i cili është rimar prej këtyre dhe ka qenë teknikisht i paraparë se si do të bëhen ato investime. Shumica investimeve që do të bëhen me publiko-privat. Nuk janë investime vetëm publike, do të shkojmë në shumicën e rasteve me 49% të investimeve private dhe me 51% për fillim me investime publike. Shumica e investimeve se hekurudha për shembull. Dhe jo me investime plota publike, kuptohet edhe me fondet e tjera.